Çfarë po ndodh me Ledion Liçon? Fotoja që ngriti alarmin në rrjet. Moderatori i njohur shqiptar, Ledion Liço, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një postim enigmatik në rrjetet sociale. Në një foto të publikuar së fundmi, Ledioni shfaqet i menduar dhe dukshëm i mërzitur, me sytë e mbyllur, duke lënë hapësirë për interpretime nga më të ndryshme. Pavarësisht se nuk ka shoqëruar postimin me ndonjë përshkrim apo koment sqarues, reagimet në komente kanë qenë të shumta. Fansat janë ndarë me shqetësimit dhe kuriozitetit, duke spekuluar nëse bëhet fjalë për ndonjë moment të vështirë në jetën personale të moderatorit, apo thjesht një çast introspektiv dhe reflektimi. Burime pranë tij nuk kanë dhënë ndonjë informacion mbi gjendjen emocionale të Ledionit, ndërsa vetë ai vijon të qëndrojë i heshtur. Deri më tani, gjithçka mbetet në nivelin e hamendësimeve, ndërsa ndjekësit presin nëse ai do të japë një shpjegim apo do të ndajë më shumë nga ajo që fshihet pas kësaj fotoje që ka ngjallur kurreshtje.